Kush nga ju beson në Zot? A ekziston? Një sekond do t'ju tregoj diçka që do t'ju bëj që të reflektoni thellë për ata që janë ateist. Një sekond. Ky këtu është një grencë. Kjo grenza këtu është tamam si njeriu, në qoftë se unë shkoj ta prek, do iki. Pse? Sepse trembet. Bëra një paradigmë pak komplekse për disa dhe për ateistët, ndoshta, por ndiqeni me kujdes. Çfarë është njeriu? Ose më mirë, çfarë sensi ka njeriu në këtë planet? Dhe njeriu, duke menduar që është pronar i kësaj toke, çfarë force ka në këtë planet, ose çfarë force ka në jetën e tij? Grenza ndërkohë po lëviz rreth meje, sepse shikon që dikush është këtu afër saj, edhe ajo shkon edhe merr ushqimin që i nevojitet në për këto lulet që janë këtu. E njëjta gjë si dhe njeriu. Njeriu gjatë jetës së tij bën dy gjëra. Lind dhe mbijeton. Pastaj vdes. Pra, gjatë jetës së tij ai vetëm lind dhe mbijeton, sepse në momentin kur lind është i detyruar që të mbijetojë. Dhe pyetja është pyetje shumë komplekse dhe është pyetja më e madhe e të gjitha kohrave, që nuk do jemi ne këtu që ta zbërthejmë këtë pyetje ose të gjejmë le të themi ekuacionin e duhur, por është për të reflektuar, sepse nga këtu ti kupton se sa i brisht është njeriu. Pra, njeriu mendon duke qenë një gjigant, duke bërë çdo gjë, është i fortë, i bukur, ka zbuluar çdo gjë, por në fund fare është si puna e atij grenzit që kaloi këtu. Asgjë më tepër. Grenza nuk e di se kush jam unë që jam afruar grenzës. Shiko, është një paraqitje eksakte mes grencës dhe njeriut, ashtu siç dhe njeriu me krijuesin ose me Zotin. Si mund ta di grenza se kush jam unë? Dhe njeriu, si mund ta di se kush është Zoti? Sepse për ne Zoti është një formë, për shembull, dikush mendon një formë si një formë e një njeriu, ose forma e një grimce, ose forma e një, ku ta di unë. Në këtë rast dua t'ju pyes juve, ju çfarë mendimi keni? Zoti, çfarë forme ka? E para njerë, a ekziston për ju Zoti? Dhe e dyta, çfarë forme ka? Dhe për ateistët, bëj pyetje. Ju, a mendoni që dim çdo gjë dhe jemi më të fortët dhe më të zgjuarit të këtij planeti dhe ne mund të mposhtim çdo gjë? Si thoni? Dhe tjetra, për ju, nëse nuk ekziston Zoti, atëherë kush e ndërtoi planetin, lulet, grimcat, frutat, perimet, qelizat e njeriut që janë në mënyrë jo vetëm komplekse, por janë perfekte. E folura e njeriut ndërgjegja, truri që është kaq kompleks, neuronet, pra të gjithë këtë dhe fushën magnetike që është pa fushën magnetike ne nuk do të komunikoni mes njëri tjetrit. Pra gjithë këtë botë, kush e krijoi? Është thjesht një rastësi? Si ka mundësi që tjetë një rastësi kur çdo gjë, edhe grimca më e vogël, është e lidhur me njëra tjetrën? Pra, në qoftë se qelizat tona nuk do të bashkëpunonin me njëra tjetrën, ne nuk do të ishim sot këtu. Pikërisht sepse qelizat duke qëndruar të bashkuara mes njëra tjetrës, i japin forcë gjithë trupit dhe i japin forcë edhe mendjes dhe krijon unin. Ne nuk do të ishim krijuar në qoftë se nuk do të ekzistonin
qelizat, ky bashkëpunim i qelizave, pra ndërveprimi. Dhe të gjitha së bashku qelizat bëjnë unin. Madje formojnë ndërgjegjen, formojnë edhe atë që ne njohjen, ne njohim gjëra. Ne në qoftë se nuk do të njihnim gjërat, do të ishim vetëm disa qenie që lëvizin pa ndërgjegje. Dhe pikërisht për këtë doja t'ju bëja pyetjen edhe një herë. Ju si mendoni? Ateistët po flas. Është krijuar çdo gjë në mënyrë rastësore? Shiko, edhe mendje ndriturit më të mëdhenj nuk mendojnë kështu, por mendojnë që ka një krijues. Edhe vetë shkenca e ka pranuar që ka diçka matematikore atje jashtë që është e pamundur që ta njohë njeriu. E ka thënë vetë shkenca. Bile Michio Kaku është shkencëtari më i njohur në kohët e sotme, që është ende gjallë, në një intervistë tha, ne kemi prova që gjithë kjo gjithësi, jo vetëm toka, por edhe universi, është krijuar në mënyrë matematikore dhe atje jashtë. Ai që ka krijuar flet në gjuhën e matematikës dhe fizikës. Dhe ne njohim vetëm një copës të vogël, sepse ç'është e vërteta, ne jemi pjesës e vogël. Ne kemi marrë njohurit nga ai univers, ose më mirë nga ai krijues. Kështu që për ju ateistët janë pyetje që do të dëshiroj një përgjigje. Dhe tani, tjetra, duhet flas pak për ata që besojnë. Ju që besoni, si mendoni që njeriu ose më mirë krijuesi ose Zoti nuk do ata që ka krijuar, pra njerëzit, sepse ka disa që thonë mua më ka harruar, ose tjetri thotë po ai pse vdiq i ri, ky vdiq i vjetër, ose njëri u sëmur, ose tjetri një fëmijë që nuk ka për të ngrënë, ku ta diun të gjitha këto. Këto nuk janë problemet e krijuesit. Ju si mendoni? Sepse nuk është ai që ka krijuar inflacionin në botë, nuk është ai që ka krijuar një shoqëri të sëmur, nuk është ai që ka krijuar trurin e dikujt që nuk do të punojë dhe kërkon nga dikush tjetër. Nuk ka krijuar ose nuk e ka bërë krijuesi, nuk e ka bërë Zoti, që njëri të jetë më i zgjuar dhe njëri të jetë më budall. Jo. Janë ato që ka krijuar vetë njeriu. Pra edhe nëse dikush është krijuar sepse kështu lindi për shkak të disa problematikave të njeriut. Dhe në bazë të ADN-s së tij, sepse ai e përcjell njeriu ADN-n e tij, pra gjenet e tija, në bazë të asaj që ka patur, si ka qenë jati, gjyshi, stërgjyshi, ashtu fillojnë dhe janë dhe të tjerët. Pra, unë mendoj që nuk është një problem i krijuesit, por është problem shoqëror. Sepse për krijuesin jemi që të gjithë njësoj. Nuk ka shans që njëri tjetë që ta doj më shumë dhe tjetërin ta doj më pak. Nuk ka shans. Është njësoj si këto grenzat që janë këtu, që ju thash. Njësoj. Ose njësoj si milingonat. Milingonat janë të gjitha njësoj. Punojnë të gjitha njësoj, punojnë të gjitha në të njëjtën mënyrë. Pra, ju që besoni, doja një komentin tuaj. Nëse besoni në Zot dhe nëse ato që thash, pra dashuria ose përkushtimi, me erdhi fjala, përkushtimi që ka për secilin specie, ndryshon apo është i njëjtë për të gjithë. Mund të më thoni? Pres komentet tuaja, sepse nëse do të ekzistonte dhe një bari, si për nesh, ashtu si që isha dhe unë këtu për para kësaj grenze, ne nuk do të kuptojmë kur. Apo jo, ju si thoni, do të kuptojmë? Pres komentet tuaja, shiko, është një argument kompleks, pak delikat, por janë argumente që me diskutime të përbashkëta të bëjnë që të reflektosh thellë. Dhe kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj për të gjithë. Kush është rastësisht e t'i bëj like faqes, që të shihemi sërish dhe kalosh një ditë bukur.